Heqet me dorë aty te Milan, bëja me dorë. Përshëndetje vlogu. Boje përshëndetje zemra. Bravo. Përshëndetje. Tani ne nuk u bëjmë. Ikim në Vlora. Mami, është shpirt. Në Vlora City të hanë ndonjë peshk. Ne duam sushi. Kush është për sushi? Kush është për peshk? Sugjeron. As për peshk nuk jam. Sa të na sugjerojnë këto? Për herën tjetër. Po. Çfarë bën moj? Ja se gjithsesi do ju tregojmë. Do të ham ndonjë picë, ndonjë gargalec, ndonjë. Prit. Ja ky. Ndonjë peshk Vlonjati ka e qen. shekëm. Vlonjat Dibran. Të gjejmë ndonjë peshk ka qen të freskët. Ja dhe këto dy. Ajo jep me zor me hangër, ai s'do me hangër. Kjo pos hangri Odis han as vet. Ulo, mami, bëj me dorë atë. Do dalësh ke televizori. Puçi me dorë. Puçi me dorë. Puç atje me dorë. Bravo! Edhe bile ty është shumë interesuar për vlogun, shumë. Ati kush I shkreti, sa çkojnë valët. Përshëndetje YouTube-i, mirë se erdhët në një vlog të ri, sepse unë nuk ju fola pak dje, po nuk bona të hapjen atë përshëndetjen, dhe thash për përshëndes tani. Ne po kthehemi, ishim në Vlorë dje, po kthehemi sepse çuni nuk ka qenë fare në Terezi gjithë kohën. Domethënë çuni këto pushimet e shkurtra e vogla që bëm, më shumë është torturuese sa është kënaq, sepse ju ka acaru shumë pjesa e grykëve dhe ka qenë me temperaturë, madje dje fillum, nxem këtu në Vlorë, fola me doktoreshën e çunit, I fillum antibiotikun, sa po ja dhash, domethënë pin antibiotik, pin multivitamin, I jap atë sprajtin e fytit dhe me zor se po I kalon. Ka qenë shumë keq, nuk ka fuqi fare, ja siç e shihni, është shumë I lodhur. Nuk ka fare dëshirë me ushqy dhe tham mirë po ikim, nuk e vlente me nejt më shumë, sepse çuni s'po u kënaq të fare. Edhe ne gjithashtu nuk është se u kënaqem sepse kishim menjen ke çuni. Kështu që kismet nga fundjava tjetër mund të bëjmë ne gjë. Tani jemi rrugës, kemi ndalu po blen Lori një 2-3 gjona ti kemi kështu për rrugë, edhe shifemi kismet në Durrës. Ku është Odi? Hajde të shoh. Çeka kishte pia. Odi smile. Jumbo, idu, përcet.
zyrtarisht në periudhën më të shpifur të vitit. Edhe pse duhet jemi falenderues nga Zoti që jetojmë në një vend që i kemi të katërt astinët, po vera, sidomos kjo periudha që jemi ne tani e deri nga fillimi i shtatorit, domethënë vera në përgjithësi është shumë e bezdishme, sepse nuk e di pse, po më duket sikur vera është bërë shumë më e ngrohtë se vitet e tjera. Domethënë, më e mend para një 5 vjetësh, nuk është se, të paktën unë personalisht nuk e kam pas kaq problem vapën. Tani kam filluar e ndjej shumë, ose ndoshta edhe kam folur me njerëz tjerë, domethënë çfarë rastisim, gjithë këtë gjë po thonë që vera është bërë e padurueshme fare. Kemi frikë me dal nga shtëpia, duam trim gjikos, ose në shtëpi me kondicioner, ose në makinë po ashtu. Ja dolëm tani, shkum në restorant. Ishim detyruar me nejt jashtë në fakt se do në çuni lodra dhe na ka dalë shpirti derisa ikëm, domethënë kur nuk na ka shku dreka 1 orë, mos them as 1 orë, jo 50 minuta kemi nejt, sepse ishte e pamundur. Çunin e zhvesha komplet dhe prap u djersit dhe ne po ashtu. Dhe tani shkum pak në Tiranë, takum një mikun ton, çum pak çunin te një lokal me lodra dhe po prap nejtëm mren, po prap me kondicioner. Dhe tani po ikim në shtëpi. Për momentin jemi pak tu te puna tjetër e Lorit, te lavazhi dhe te parkimi që kemi në plazh, dhe do ikim në shtëpi. Donim të furnizonim pak shtëpinë, po nuk po na e man. Tham të ikim në shtëpi të bëjmë një dush, freskohemi dhe do dalim prap kismet nga masditja. Po më shumë e hapa kamerën t'ju tregoj diçka, sepse siç e dini pardje ishim në Vlorë dhe dje, domethënë dje u kthym, nuk është se netëm, po ishte menduar që unë të filmoja më shumë, t'ju tregoja më shumë, po nuk është se dolëm, nuk bëm në gjë kush e di se ç'a, përveç sa aty në gjërave që unë ju tregova, sepse ikëm shpejt e shpejt nga që çunit janë kriju prap grykët, ka qenë me temperaturë 3-4 ditë, i kanë fillu pardja antibiotikun, sprajtin, shërupin, nuk e di, po ky bakteri streptokoku, ç'a quhet, se asnjëherë se them 100% tamam, që çuni e gjeti e mori domethënë në kopësht, nuk po ma lën rahat çunin. Para 1 muaji e kishte, e mjekova, u qetësu, tani u ka ripërsërit prap, dhe me sa më tha doktoresha, nuk është kuru mirë, nuk është kuru 100% herën e kalume. Pita leti ku këtu kamerën. Që po ju thoja, doktoresha tha që me shumë mundësin antibiotiku që i dhanë para 1 muaj e ca, nuk e ka kuru çunin 100%, ndoshta s'ka qenë ai antibiotik për çunin, do ka qenë rezistent, dhe i kanë bërë analizën e këtyre antibiotikëve dhe i doli, domethënë shumica antibiotikëve i dolën sensitiv, po 1-2 ishin rezistente. Më duket se një prej tyre ka qenë ai antibiotiku që përdorëm herën e kalume dhe nuk ma qetësoi çunin 100%. Tani kemi filluar një tjetër, djen dark nga ora 10:30 përfundum në urgjencë, sepse përveç dhimbjeve të tmerrshme që kishte çunin te pjesa grykëve, që as nuk ka përdinte, kishte 3 ditë pa fut gjë në gojë, pa hëngër asnjë gjë, vetëm me 2-3 pika qumësht ka nejt çuni. Madje dhe bështymin e vet nuk e ka përdinte dot, gjiko ose nxirrte, aq keq ishte. Përveç këtyre ju kriju dhe një fryrje tek qafa, këtë 2 anët, dhe kjo ishte ajo gjëja që më tmerroi. Po shqyr Zotit, kam njeriun tim, kam një infermiere që ka 40 vjet që merret me fëmijët, dhe fola me atë dhe më tha mos u shqetëso, sepse është gjë që ndodh me fëmijët që vujnë nga grykët, po që teqësh atë fiksimin tat, teqësh sikletin tat, ikta çoje në urgjencë. E çova, e vizitun, më tha dhe ai doktori që ishte aty i urgjencës që është normale ti fryen në grykët edhe nga jashtë, sepse i kishte goxha të fryra, goxha të skuqura, dhe
ky lloj bakteri që ka çuni tha këtë gjë bon. Dhe vazhdoi tha antibiotikun, i bon një gjylpan dexametazon, i dhanë dhe një shurup për qetësim dhe shqyr zotit çuni nga dje në darkë, domethënë atë orar 10-15 ishte, që e kishte 39.1 temperaturën, nuk më ka bë më deri tani që është ora gati 4. Dhe o zot isha them që e kaloi u qetësu, sepse normale u myt me ilaçe, me antibiotik, me nuk e di. Aq keq jam bo, ai mini udhtimi në Vlorë nuk mi që se shium, po bom dhe gabim që shkum, sepse e torturova çunin. Po ja premtova që sa po të bëhet mirë do bëjmë një udhtim tjetër bashkë me çunin, sepse nuk e shihum fare plazhin, çuni nuk u fut fare në ujë. Dhe mjafton të bëhet mirë ky se udhtimet aty janë. Po kam qenë dhe unë shumë keq. E përjetova shumë keq sepse nuk kishte ndodhur kurrë që çunit nuk më smurte në atë lloj gjendje që ishte këto 3-4 ditë, po besoj se e kaloj, sepse edhe sot ka qenë më mirë, ka loste lodrat, është ushqy pak, ka qenë më energjik, nuk më shanku nga dhimbjet e fytit dhe shpresoj o Zot që ta ketë kalu dhe kam marrë një vendim që është goxha e rëndësishëm fakt dhe e mendova shumë, po më në fund vendosa që nuk do ta çoj më çunin kopësht. Gjithmonë ka pas një zemra që nuk duhet ta çoja çunin. Edhe pse e futa, domethënë para gati 5-6 muajsh e kam fut çunin për herë të parë dhe kush është ndjekës i vjetër imi e din shumë mirë që unë s'kam dashkur me çunin në kopësht, po duke ngju tjerë që çoje se i bën mirë, çoje se ka moshën, e çova, po çunin kopësht sado që knaqet, nuk mund ta moj këtë gjë, knaqet e don kopshtin, po më shtorturu nga këto virozat dhe thash nuk do e çoj më këto 3 muaj, domethënë gjithë periudhës verës do ta maj vet dhe do ta çoj kismet Zotit nga shtatori. Të më qetësohet çuni mirë e mirë nga ky bakter, ta luftoj mirë e mirë, t'i zhduket dhe pastaj të filloj kopshin kismet vitin tjetër, shkollor domethënë. Dhe kështu. Tani unë po e mbyll se po vjen Lori, do ikim në shtëpi. Siç ju thash, do bëjmë dhe çik pazar për shtëpinë nga Mazditja dhe mund dalim prap në një shëtitje ose çojmë çunin prap te lodrat. Nuk e dim se çfarë do bëjmë dhe ika prap, shihemi gjatë ditës.